Televizioni shqiptarëve të Amerikës kremtoi në një mbrëmje të madhe gala 25 vjetorin e krijimit të tij. Televizioni ynë në mbrëmjen e së shtunës në sallën Imperial House festoi 25 vjetorin e themelimit të tij, një shekulli në shërbim të komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara përmes veprimtarisë mediatike, edukative, kulturore dhe atletare. Në drejtimin e Ganivilës, ky medium është shndruar në institucion të rëndësishëm të diasporës shqiptare. Treguesi një pune të përsosur mediatike për shpirtshmërie e qëllimi për të vërtetën publikun e komin, e ka kthyer këtë televizion në një platformë të dashur, të besueshme, të jashtëzakonshme dhe të pazëvendësueshme për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Mbrëmja u moderua nga gazetarët Brikena Hoxhalli dhe Armela Qypi dhe Fran Gjoka, ndërsa morën pjesë personalitetet të shquara të jetës kombëtare, përfaqësues të institucioneve fetare dhe shoqata shqiptare nga mbar Amerika. Një dokumentar 13 minutash riktheu emocionet të rrugtimit 25 vjeçar të televizionit, qysh nga themelimi i tij me 20 maj deri më sot. Në fjalën e tij përshëndetse, zoti Ganivila theksoi se në këtë event se vështirësitë që pati në fillimet dhe punën e pashoqe në vitet zhvilluar nga ai dhe ekipi i televizionit të shqiptarëve të Amerikës në vite. Ai falenderoi punën e bashkëpunëtorëve dhe raportet me komunitetin, donatorët si dhe përkushtimin e familjes së tij në realizimin e kësaj arritje. Një vend të veçantë zuri pjesëmarrja e Federatës Panshqiptare Vatra, përfaqësuar nga kryetari Elmi Berisha, nënkryetari Alfons Grisha, sekretari Pashko Camaj dhe antarë të tjerë të degëve të Vatrës në Michigan e Mëngjerë. Doktor Berisha vlerësoi rolin historik të televizionit shqiptarëve të Amerikës në dokumentimin e jetës dhe veprimtarive të komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara, duke quajtur një pasazh të denjtë të misionit të Vatrës së diellit për ndriçimin e mendjes shqiptare. Ashtu si dielli i Fanolit dhe i Konicës dikur, sot Alp TV USA është bërë një tribunë moderne e shqiptarisë, ku fjala është e lirë, ku vlerat janë të shenjta dhe ku atdheu është gjithmonë në qendër të çdo transmetimi. Në të njëjtën frymë, përfaqësuesit e komuniteteve fetare, Don Fred Kalaj, Imam Shvaib Gërguri, Babali Don Pashaj dhe Art Eugene Shkurti, përgëzuan televizionin për kontributin në forcimin e harmonisë ndërfetare dhe bashkëtesës shqiptare në Michigan. Ndër personalitetet e pranishme që morën fjalën ishte dhe biznesmeni filantropi Agim Lumani, kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierin Ndreu, votuesi i Lirias Bebi Bajrami, si dhe Besa Tafila, i cilës sollën përvojën e saj nga puna në shtëpinë e bardhë. Të gjithë theksuan rolin e Alp TV USA si një dritare shqiptare në Amerikë dhe model bashkimi për diasporën. Sokol Paja, editori i Diellit, theksoi se në drejtimin e Ganivilës dhe kryeredaktorit Rafael Floqi, ky medium është shndruar në një institucion të rëndësishëm të diasporës shqiptare që ka ruajtur identitetin dhe promovuar vlerat kombëtare. Ky medium është shndruar në një institucion të rëndësishëm që gjithmonë ka vlerësuar dhe mbajtur lart idealet tona kombëtare. Ndërsa Alfons Grisha e quajti këtë institucion pishtar të demokracisë shqiptare në diasporë, duke apeluar për më shumë unitet kombëtar. Gjatë ceremonisë, televizioni i nderoi me certifikata mirënjohje. Thank you, personalitetet mbështetës si Eduard Turfe, Agim Lumani, Fran Gjoka, Anila Niklosh Çoniku, Pjetër Stana, Mynir Nazifi dhe filantropin e Krem Bardha për kontributin dhe zhvillimin e misionit të tij mediatik. Gjithashtu bashkëpunëtorë të dalluar si Elidona Xhie, Ben Plumaj, Nikol Hysa, Besa Tafila e të tjerë u vlerësuan për rolin e tyre në promovimin e kulturës shqiptare në diasporë. Një moment kulmor ishte dhe proklamata zyrtare e dhomës përfaqësuesve të shtetit Michiganit që nderoi Alp TV USA për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në komunitet gjatë 25 viteve. Në fund, publiku u surprizua me trailerin e filmit kushtuar herojt ton kombëtar Gjesh Kastëjoti Skënderbeu, një projekt i arshëm në Hollywood. Mbrëmja u mbyll me një koncert festiv, ku performuan artistë të njohur të diasporës, si Aleksandër Gjelaj, Dorina Tiko, Nazife Bonjaku, Përparim Mefaja, Anjeza Ndoj, Gerona Hyska, Salim Malaj, Misi Gojçaj dhe Albërie Adërgjonaj e të tjerë, duke kthyer televizionin e shqiptarëve të Amerikës në një festë të madhe të krenarisë kombëtare shqiptare në diasporë.